mbështetjen e Allahut xhallahu ala. Andaj Ibn Taymija radiallahu ta'ala anhu thonte quwwatul mu'min fi tawakkuli ala Allah. Forca e besimtarit është në mbështetjen e Allahut xhallahu ala. Që të mbështetesh në Allahun subhanahu wa taala do të thotë që të mbështetesh në të fuqishmin subhanahu wa taala. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na mësonte një prej lutje madhështore, sa që bile dhe tha, është kenzu min kunuzil xhenne, është një thesar për thesareve të xhenetit Allahut. Xheneti është toka e parajsës, toka e sigurisë të plotë. Që marrin për asë sigurie dhe vendosin në gjoksat tona, la haula wala quwwata illa billah. Nuk ka ndryshim nga një gjendje në një gjendje. Nuk ka forcë për t'i përballuar të gjitha belajet, telashet, provat, disfatat e jetës, vetëm se me forcën e Allahut, xhallahu ala. Andaj mbështetje Allahu xhallahu ala pas përfundimit të luftës të Uhudit, që ishte një prej sfidave më të mëdha që kaloi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me sahabët radhiyallahu ta'ala anhu, tha wa ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Vetëm tek Allahu xhallahu ala mbështetuni nëse jeni besimtar. Andaj qofsi shoqëri fetare apo qofsi njëri si një individ përballë sfidave të jetës, i kisha thënë wallahi mbështetu në Allahun xhallahu ala, se sado që nata e erët të zgjatën përsëri të nesër më vjen një agim i bukur. Andaj sado që të zgjasis prova dhe belaje dhe telashet e kësaj jete, dije që e ke një Zot i cili për cilësive më madhështore të tij është mëshira. Imagjinoje, në momentin që njeriu e ushqen hoxhinderuar zemrën e tij me emrat dhe cilësitë e Allahut xhallahu ala, me emrin e Allahut te bareke ve taala Ar-Rahman Ar-Rahim, se ai është më i mëshirshëm për ne se sa nëna për fëmijën e saj. Wallahi billahi, në momentin që njeriu e dije se çdo sprovë dhe bela në realitet është një ledatim prej anës të Allahut subhanahu wa taala, është një lloj hidajeti dhe udhëzimi prej anës së Zotit xhallahu ala. Siç thot Imam Ibn Rajebi, sa herë ndodh që njerëzit të largohen prej Allahut xhallahu ala. Allahu i godet me sprova dhe belaja, se i merr malli që të dëgjon zanin e tyre. A nuk na mjafton hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që thot: "Lallah arham bil ibad min hadhihi al-um bi waladiha." Allahu është më i mëshirshëm për robërin se sa kjo nanë për fëmijën e saj. Si ka mundësi që nana ta godet me ndonjë të keqë fëmijën e saj? E tillë është nuk mund të paramendohet që Zoti i Madh, Bujar, i mëshirshëm, i dashur subhanahu wa taala ta godet robën e tij, por goditjet e Allahut janë ledatim për robën.